Jo, kishkun vetë vendosje. Se kur shkon atje është Servimir që Ivanovici, ndërsa kur shkon të UÇK-ja Sovjet. Çfarë presni, a do ta votoni verifikimin e mandatit të deputetëve? Besoj që sot do të kalon pra do të fillon seanca, do të mbështetet raporti. Do të votohet ngollë. Po shpresoj po edhe nga opozita. Nuk ka diçka shumë politike, kuptohet është procedurë, është ligjore, përgjithësisht nuk vinë mbi ata që votojnë sot për shkeljet ligjore, përgjithësisht vinë mbi ata që shkelin ligjin. Edhe s'ka logjik me pengue konstruimin e seancës, betimin e deputetëve, pra nuk e shoh të arsyeshme. Në rast se do të parlamentarin edhe parlamentarin e me televizion të ndoshe? Aja është pjesë e pastaj betejës politike, për atë duhet me folni atë. Më fal, a pyetja dikush? Zonja Kadria ka thënë se do të komisioneri. A ka vendosur moja raporti sot me raportin e vjetër? E hekin e gjerë me shtoj në një se procedura nuk parashem u votu një raport i dështu më votë, pa du të me këthy një të ri, është proces, procedurë. Jo, kishkun vetë vendosje. Se kur shkon atje është Servimir që Ivanovici, ndërsa kur shkon të UÇK-ja Sovjet. Kur da? Nuk oni. Përveç nuk zeve folë në gjithë opozitës, se ne po qënoj me shku bashkë, qëndrimi im është mos me bloku seancën. Pra unë jam për me votu, nëse arrim unitet në brenda opozitë që jam me votu këtë pjesë dhe i mbetim të deputetëve se nuk është politike.